përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët sërish në radar, ku syt edhe veshët duhet të jenë jo 4, po 8. Pse do thoni juve? Do komentojmë Prime sigurisht. Ka ardhur nga videoja e famshme virale e 2025-s. Make-upi, aty e ka bërë të famshme. Dhe jo vetëm, lidhja më e përfolur e 2025-s ka qenë Franci, dhe Franci e kemi sot në 2026 për të komentuar Big Brother. Ja mirë se erdhe Franci. Mirë se ju gjeta. Se ta se i vrau teleshikuesi, ta se i hëngri. Gjithmonë energjike si gjithmonë, po patjetër. Me Xhilionën kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë, shumë pozitive gjithmonë. Ka qenë një nga konkurrentët që unë kam edhe sot e kësaj dite, domethënë komunikoj dhe kam shoqe, konsideroj shoqe. Edhe gjithmonë kështu ka qenë Xhiliola, energjike, gjithmonë kështu ekspresive, eksplozive. Jo, shumë e bukur në fakt sepse realisht nga media krijon edhe miqësi, kështu që edhe unë këtë gjë e kam. Po, Francin e kam përzgjedhur për elegancën, për mënyrën se si komunikon, se si është impostuar gjithkohës në kamera, duke ditur që ti nuk e patur eksperiencë më parë shumë me televizionin. Dhe mënyra se si ti je impostuar, se si ti e ke ruajtur imazhin tënd para përputhjes mbrapa, përputhen më shumë akoma që fakti kur ti hyn në gojët e portaleve, e komentuesve, ata që ndjekin përputhen, ndonjëherë të bën edhe demoralizohesh, po të marrësh komente negative, po edhe përfitesh për keq. Po, shumë vërtet. Të ty se kam vënë këtë gjë. Je inkorporuar shumë mirë realisht. Për zotin sinqerisht e kam të them të fjalët kur i çmtoj personazhet, i çmtoj vërtet, nuk bëj lart e kot. Jo furçe. Bravo furçe. Edhe me kamerën e ke marrëdhëniet e mira, kështu që patjetër. Dhe pikërisht për këtë. Tani, duke qenë se ti Franci patë një eksperiencë shumë të bukur, televizive, sikur të gjithë ne që ishin pjesë atij format televiziv. Çfarë ndodhi përpara se të kalojmë tek Bigu, çfarë ndodhi me ty mbas atij momenti? Atëherë mbas atij momenti që, domethënë, unë dola çift, domethënë isha nga të paktit që zgjodhi të bëhesh e çift. Po. Sepse normalisht edhe shumë tjerë mund ta kenë pas mundsinë aty, po ndoshta zgjodhen të bëjnë atë si thosh lojën e vet ose ku di unë. Është edhe përputhen pak a shumë është edhe si Big Brother, ëh, mos ta marrim se po. Jo, tani ka filluar të bëhen hyrje dalje nga njëra shtëpi në shtëpinë tjetër. Edhe ekskluzivisht për ju. Njëra nga ato vajzat shkoi çonte llokumet, po. Ka ngri për vete. Do jetojë diçka ekskluzive për ne. Atë ekskluzive sepse sepse unë jam ftuar këtu, nuk kam pranuar më saktë, se kam pas normalisht që kam pas edhe unë ato kërkesat për të dalë për të thënë diçka, por nuk kam ardhur edhe domethënë sot për herë të parë po vi. Kjo është dalja e parë që ti bën në media, në një media mas përputhen. Po, është vërtet. Që ka ekskluzive kjo. Atëherë do merremi pak dhe me ty sot, po, do merremi pak. Në shkëndijsi. E vlerësoj shumë. Mbasi mbaroi programin, domethënë unë vazhdova atë lidhjen time me atë vajzën që ka qenë. Po. Aty vazhdo me 3 muaj mrapa, domethënë programit edhe mas andaj nuk folëm. Dhe 3 muaj zgjati lidhja, pastaj stopoi apo ç'ndodhi? Stopoi. Shiko, pa dashur domethënë gjithmonë që të them ose të flas keq për dikë se unë nuk e para bëj. Po thjesht nuk patëm atë kimin, domethënë atë komunikimin, nuk ishte aty ku duhej. Kishte raste domethënë që kalonin shumë mirë, po kishte edhe raste pastaj që nuk, domethënë sikur zgjidheshit një çik, kishte çik debat aty brenda. Sikur s'ekzistonte domethënë fare aty, domethënë unë kisha mendimet e mia, ajo kishte mendimet e saj. E ruan përshtypjen pozitive për Po patjetër. Nuk unë për gjithë nuk është se domethënë si thosh të bëj armiq ose të zihem edhe mos të flas, më nuk e kam këtë tip. Gjithmonë domethënë okay, kalon një muaj kështu, pastaj shfaqen prapë, domethënë që kam komunikim ose. A krijohen ndjenja aty brenda, domethënë le të shohim këtë pikpyetjen që mund të ketë kuriozitetin që ka dhe publiku. A krijohen ndjenja aty brenda vërtet apo e keni bërë për show? Personalisht si do e perceptoje ti? Personalisht edhe unë gjithmonë flas. Ke pasur ndjenja aty? Flas të vërtetën gjithmonë sepse unë nuk edhe aty kam thënë që nuk e bëj për gjëra për publikun ose për shikueshmëri. Unë thash kam atë shprehjen time që faqen mbaje faqe, mos e bëj show këpucë. Edhe po. Edhe realisht që të flasin të vërtetën, unë si Franci fillova duke krijuar një ndjenjë për të. Okej. Pavarësisht se u bë ai viraliteti, jo, kushton kaq, jo, po ai keti kaq lekë. Make-up i famshëm. Po, normalisht. Sa kishte make-upin? Nuk e di, 400 thoshte, po nuk mendoj se ishte aq. Anyway. Unë jam pa make-upin që s'la fjala fare. Ti je shumë e bukur kështu, natyrale, po. Duke edhe këto faqe të kuqe nga tensioni, intervistave që ka. Se ne jemi pa filtra, si mund të kemë. Sigurisht. Nuk kemi make-up. Sigurisht, dhe? Edhe
Domethënë pavarësisht asaj që tha, nuk e shikoj ashtu sepse shumë njerëz më pyesin, "Ore, janë skenare ato, ore ka skenar aty, ore po ti e ke bë vetëm për famë të apo?" Nuk është gjithmonë ashtu, edhe normalisht që aty nga kaosi mund të lindi edhe diçka. Shumë e bukur kjo. Nga kaosi tani janë ujëra të qeta apo të turbulta? Tashi jam akoma të turbulta, Xhiliota, sepse normalisht masi ti del diku, njerëzit të shikojnë, normalisht fillon krijon ato dikush të shkruan, ti Gjuhesh, të kanë gjuajtur. Normalisht. Okej, të kanë gjuajtur. Kjo është më e rëndësishme. Dua të pyes pak për sa i përket moderatores. Si nga moderatorët patjetër më të përfolura në showbizin shqiptar, Megi Pojani. Si ishte Megi? Si do e me mua ka qenë shkruaje ti Megi. Me mua ka qenë shumë pozitive. Karakteralisht. Po, shumë pozitive gjithmonë. Është monster për të qenë, me thonë atë. Megi është monster. Monster kuptimin. Në kuptimin Megi Pojani. Domethënë është shumë e shkathët, është shumë, domethënë është pra. Kuptimin e mirë. Është danoçe, nona, po patjetër s'po fjalë. Ka ato intrigat e saj normalisht, si gjithmonë se ka ato spicat, po e bën normalisht e bën për një. Kush ka përzgjedhur ty? Mua më përzgjodhi Eralda, po. Eralda. Sa më pa Eralda, domethënë ka qenë e martë, ka qenë data 1 prill kur më kam marrë aty. Edhe kur më kanë marrë telefoni ka thashë, "Mos është 1 prill, se mos po talleni me mua." Jo, tha. Ne kemi hapur emisionin ti thua mua 1 prilli. Po kjo punë. Edhe sa shkova ti Eralda filloi më pak kështu, filloi po flisja edhe po. Edhe nga mënyra e të folur dhe më tha, "Ua, ti tham pëlqen shumë, tha do vishta këtë të premte, tha si thua ishte e martë. Të premten, thash po, thash të marr leje, thash të punë, thash edhe patjetër pse jo." E mora leje dhe erdha direkt të premten, erdha unë me atë kostumin tim të famshëm, djali premtimeve po. Tani unë do të pyes, cili ka qenë momenti më i sikletshëm aty brenda, momenti që ti ke thënë o bobo ç'mundesh mua që futa këtu. Ajo ka qenë, shiko, edhe në fillim e kam parë, nga që pash edhe konkurrent, kontakti me kamerat. Po, kontakti i parë thash unë po çfarë desha unë këtu më shok, unë jam për këtë punë. Pastaj më i sikletshëm fare ka qenë ajo kur ka thënë ajo vajza që i keti 20.000 euro ose më kupton, ishte shumë i sikletshëm për mua sepse në studio jashtë unë kisha marrëdhënie komplet tjetër me të, më kupton, ne dilnim, takoheshim, kishim marrëdhënie shumë të mirë. Edhe merri si surprizë sepse po vazhdonte po i mshonte asaj që shikoj se nëse si ke ti ka dikush tjetër edhe po më dilte komplet jashtë lojë, mban mend Xhilora se kam thënë dhe unë disa gjëra aty që nuk janë transmetuar normalisht. Okej, janë prerë nga produksioni. Po, për shembull kam thënë sepse ajo tha 20, i thash po tjetë për 20, thash po marr 4 nga 5 copë, thash edhe jam më i lumtur, më kupton. Po marr 4 femra i pa nga 5.000 euro. Kupton se sa t'jap për 20. Pjesoj këto lekët. Po, edhe nuk ka qenë momenti më i mirë, domethënë i programit. Po më i bukuri? Më i bukuri ishte kur shiko, okej, çifti po, ka qenë një nga ato, por gjithmonë më ka pas pëlqyer. Si po çifti? Vat puthi aty në studio. O puthot edhe. Po ku kam qenë? Ti si shape. Ti bëre kishte atë rastin tonë. Si do bëja këtë podcasting këtu? Xhiliola përgatitari. Se ka shumë të tjera, o zot. Se për ato fute. Apo jo. Hajde. Po Franci. Edhe po, dham një puthje, bëm takimin e fundit që bërëm në një vilë kështu romantike me qirinë, me kështu, po, aty dhash një puthje, pastaj edhe në studio bëm një kështu na e përgatiti produksioni një me trëndafila, me kështu. Po, ishte speciale fare ajo, po. Edhe aty, domethënë i dhurova një byrzylyk edhe një palvëf. Ishin në mirë vlera? Po, patjetër. Se vajza e ka pasur pak me rak. Nuk e kishim, domethënë tash po themin e kartieri 3.000 euro e kështu, po ishte po. Ka dhurata të bukura gjithmonë, në çfarë do lloj çmimi të jepen, ato janë shpirtërore. Unë jam edhe tip kështu që jam shumë detajist, i shikoj këto gjëra, domethënë pavarësisht se ndoshta nuk duket, po i shikoj edhe ngjyrën e preferuar e kisha qelluar, domethënë si donte. Patjetër. E ke pasur mbështetjen e familjes në këtë rrugtim? Jo. Jo. Të kujt, mamit, babin apo gjithë? Mami, sepse babin e kam folur dhe atje që babin e kam jashtë shtetit, jeton në Mbretërinë e Bashkuar ka 10 vjet.
edhe jam rritur si thosh me mamin. Edhe mami, domethënë nuk e thash në fillim. Vetëm kur u hap, domethënë që ishte prezantimi im, i thash hapet çike filan kanal. Edhe kur e ka parë aty, më tha mund dil për jashtë, tash ti si e djali im. Dil për jashtë. Të donte mami aty, në një reality. Po, jo. Në një reality. Babi nga babi kam pas, po sepse ajo e dinte se si isha unë. Unë me vërtet jam shumë Pse si je si tip ti? Unë jam shumë tip, unë jam çun lagje. Jam rritur si thosh rrugëve, mos ta që ta them kështu vulgarisht, ta banalizoj, po që rrugëve si thosh me çuna gjithkohë ose jo kam ikë edhe jashtë shtetit që kam bërë. Do të thuash, përfshir tek punët, e shtëpisë sa tek hallin që ti mos dilje nga vetja, mos agravoje. Se din pak a shumë se si jam unë, edhe plus që kam qenë bëj shaka e kështu bën herë kështu si tipin e klonit, po ta thush. Ta dinte mami që ato duhen në një reality, ti jesh i drejt për drejt, i sinqert, i natyrshëm me këto cilësi sa po përmendet ti. E vërtet. Po mami duhet këtë atribut që ka bërë mami, duhet ta kishte sepse e meritoje faktikisht se për bukurinë që ke dhe për këtë portretin e bukur handsome guy, kështu si je ti, po, sigurisht që i ka atributet mami dhe mami në mos sot një ditë do ta tregonte se çfarë ka bërë. Dakor, po ajo mendonte, ajo e kishte perceptuar sikur unë do shkoj atje dhe do lej nam. Po, pse kanë këtë koncept të gjithë? Po mirë, është patjetër se nuk është. Ne nuk mbajmë përgjegjësi, që të gjitha keni parasysh audienca. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për personazhe atipikë që veprojnë shumë çuditshëm, ndryshe nga një gjë shumë normale. Nuk mbajmë përgjegjësi ne, domethënë nuk edhe se ndodhemi aty nuk është divers, është diversitet. Njëri nuk ngjason me tjetrin, sikush përfaqëson karakterin e tij. S'ke dalat gjykoni, s'ke devijuar nga shinat e tretit? Ja, ashtu që rozot edhe, ashtu them do. Jo, më habite në fakt se jemi në shoqëri patriarkale dhe për djemt nuk është se kanë probleme në familjet shqiptare, për vajzat më shumë, por ja që edhe në rastin tënd. Po tani. Ndodhi kështu. Po, pastaj kur e pa që fillova po Po pastaj si ta, bravo tha. Komente pozitive kështu, kjo është djalin, tha. Pastaj fillonte sa shikonte, sa shikonte, pastaj që në një koment, po kisha edhe problemi çik se sa fillonte shikonte në një koment negativ, domethënë direkt shkonte direkt reply. Mos o maj, thosha po mos o çketi se unë përderisa si flas unë, pse duhet futesh ti, rri. Po jo, më vjen natër, pse unë kam djalin e mirë. Se ti ka qenë komenti që ka prekur më shumë, për shembull që ke lexuar në rrjet. Veç s'ka ardhur. Nuk ka pasur shumë, po më shumë ka pas, jo, nuk kam pasur me thënë drejtën, po më shumë ka qenë kjo pjesa kur i kam thënë asaj vajzës që normalisht që kam lënë mbar se qa mund të presësh, domethënë, nga qa përgjigje mund t'japësh kur tot tjetra që shiko shok se ai ke ti 10.000 ose mu kaq më bën ti kush je ti fundit qa mund të thuash, edhe do ja lësh mbar normalisht. Gjithmonë nuk dalim nga misioni, misioni ishte për tu përputhur. Po. Edhe nuk devijuam nga misioni, përmbushëm misionin që deshëm të bënim. Po komentet që kam parë aty kanë qenë, po ku do i gjesh ti, do t'i marrësh borxhat se ti je mos droms ose ku diun ku bëre ti, kupton gjëra, komente që normalisht që jo, se tash por mënyra më mirë është ignorosh. Edhe këta nuk e kuptojnë këta haters që me ato komente thjesht shtyn algoritmi përpara dhe na bëjnë me lekë më shumë. Mua më pëlqen një shpresë që kam dëgjuar shumë, domethënë shqiponja kur vjen një sor, domethënë që e sulmon, shqiponja thjesht ngjitet më shumë edhe sora nuk e kap dot sepse shkon deri me i far, nuk e ka fuqinë të, po, shkon me i far niveli dhe pastaj ajo nuk as fiksohet nga nuk arrin dot, po. Paralelizëm shumë i bukur, po. Po kështu Franci, shpresoj që të ketë ajo përputhen të ketë lënë kujtime më të bukura e vërtetës tënde, edhe të kesh marrë më të mirat aty asaj periudhe dhe je në një raport aktualisht, je në një marrëdhënie? Jo, jam në një njohje, po. Me një vajzë. Që ka ekskluzive, po. Po. Super, është shumë e mirë, domethënë është ngjajmë edhe kështu, domethënë kemi të dy një nishan këtu te buza, po. Ngjajmë kështu, është shumë vajzë e mirë, më pëlqen, duhet ta njoh më tepër, deri tani është e qetë si njohje. Si ndihet vajza që ti ke deri diku një profil publik? Apo i pëlqen, nuk i pëlqen, do doje ta bëje këtë marrëdhënie publike, ta mbaje hermetike? Nga një anë më mirë që ndodhi, kështu sepse nuk do më njifte më vonë. Edhe ka qenë jemi njohur duke u zënë. E kupton? Nga grindjet, po. Nga grindjet edhe nuk do ta thosha dashuri, pëlqim patjetër, po. Okej, pëlqimi, po. Dashuria nuk lind direkt. Normalisht, po, prandaj, po që
është mendoj për mua është fiks ajo që unë kërkoj. Jupiteri ka hyrë në shenjën e gafores, kështu që pa u shqetësuar fare, mbar na shkojë, mbar do veje, Hajde më këmbë të mbar. Hajde, me këmbë të mbar. Tani se ne haruam për çfarë mi mbledhur sigurisht. Jo se bëj shaka. Jo, po si më ta harroj. Shëllimi se pavarësisht të gjithave ne kishim nevojë që ta njitim Francën edhe ndryshe nga çdo herë që kemi parë në ekran. Duhet i kushtonin pak minutazh patjetër sepse ka dalë nga përputhjen jo pak, vetëm sezonin e kaluar. Bigun e ke ndjekur? E kam parë, patjetër. E ke parë. Patjetër, si mos ta shikosh. Po vetë mendon veten aty? E kam menduar, po unë gjithmonë e kam menduar veten gjithmonë në hyrje, domethënë në hapje. Jo të vi kështu në mes. Në mes këtej. Qofse do më afronte domethënë si mundësi normalisht që si ti janë dukur dinamikat. Flasim pak për primin e dieshëm, eliminimin e Casey për shembull. Shiko, ta them kështu unë nuk kam gjë me djalin ashtu, po shqyr. Po, dhe ti ke dalë në një mend me gjithë audiencën që kanë bërë komente. Po, me shumicën normalisht. Me shumicën, besoj se është lehtësim për shtëpinë tani, pavarësisht se atit ja ka zënë pak vendin tash ky zotria Rogerti, po që edhe ai mendoj që do dali shumë shpejt sepse do gaboj diku, jo se do gaboj diku me fjalët, sepse po e tepron. Po, edhe në Big Brother të tjerë, ofendime kanë patur pafundësisht. Pafundësisht. Si s'kan ata dhe kanë këta? Shiko, sepse këta thyen disa nga rregullat kryesore në fakt. I mamit si bia. Masilja e tij për shembull me Bajamen, ishte pak vulgare, shumë. Tash ti thosh një djalë i femër, nuk. Po, i ka pjesht. Pjesht, po edhe e ja femër, apo patentës së Big Brother që ti nuk mendoj se homofobin atë. Me folat e që është. Mu ka pëlqyer si djalë, seriozisht ka pëlqyer si djalë edhe kur e kam pak kështu se ka qenë domethënë ka pas atë hijen e vete, gjithë e njifshin domethënë kështu si autoritar po, ka pas atë pastaj e prishin me këto. Po, ofendime me sharri me bullëzime me sepse e prishin se me respekt për tjetrin. Unë mendoj se një faktor që ka ndikuar duke ditur që nuk janë persona të cilët nuk e njohin filtrat e televizionit, nuk e njohin botën e televizionit me vetëm 3 muaj dhe ai nuk e di që të bërit homofobi në televizion ti del jashtë. Aq më shumë në një patent, apo automatikisht aq më shumë në një patent siç është Big Brother, që është patent ndërkombëtare. Ai tha, mendoj që ka ardhur edhe nga kjo, si e shikon ti për shkak? Unë e shikoj kështu sepse ai me sa ka thënë ai në fjalët e tij, ka thënë që unë u futa domethënë nga përputhën sa muaj kanë ndëtur se nuk jam shumë zero 3 muaj. Nga 3 muaj dhe të futesh direkt në Big Brother. Është arritje. Është arritje. Patjetër. Po nuk do të vetë aty tek Top Channel? Më duket se po. Gjithsesi, është arritje. Nuk mos flasim atë që është arritje, dakor. Por të typi vetëm qef sepse ti ke bërë këtë gjë. Mendimin e dikujt normalisht se mendoj se 3 muaj nuk ishte mjaftueshëm për aq. Në jemon gëmuar edhe po pra, edhe kjo është edhe pak. Është vërtet. Çfarë mendoj fare një të futen se ashtu siç bërë aty 4 euro perëndje e madhe. Po, e vërtet. Edhe të thuash atë gjë, të typit vetë ja vaqim qef, shiko se unë u futa këtu. Ndoshta ai ka marr vetëm qafë me pak fjalë. Se po të vazhdonte pak më qet do ishte akoma sot aty. Po edhe këto dinamikat me Inën edhe me bravo me Selinën. Kjo tresha që me thënë të drejtën vetëm që po përqafohet nga publiku dhe në diskurs ka një negativitet të shtuar. Askush nuk po e beson, nuk po e don, nuk po e pëlqen. Se tresha kemi parë, po kjo tresha nuk është se po pëlqehet. Si shok prap apo? Ja, nuk mendoj. Ti mendon se Ina nuk e don? Ka dashuri. Unë mendoj që kjo është një lidhje boshe komplet. Pse? Sepse normalisht do jenë bërë edhe për kamerat, edhe për audiencën, po mendoj që jashtë nuk mendoj se do ketë ndonjë vazhdim. Edhe besoj nuk do ketë vazhdim nga ana e Caseyt, më kupton, jo se nga ana e vajzave. Nuk mendoj se do ta përfilli më. Mund të dali, okay. Stelinën besoj se po, sepse po mendon se do ta pranoj Stelina. Edhe mund ta pranoj. Po, edhe mund ta pranoj, mendoj unë sepse Stelina nuk e di, ndoshta i pëlqen kjo pjesa e toksicitetit të mashkullit. Mendoj unë, nuk më aq sa kam parë. Më aq sa kam parë, nuk e njoh, po më aq sa kam parë. Bie dhe unë dakord si. Po. Stelina dhe më ashtu më duket. Më duket një vajzë që shijon toksicitetin, duke ditur deri diku ajo ka treguar një lloj preardhje se ka historinë, por pse duhet vazhdoj të pëlqej toksicitetin ndërkohë që është rritur në një familje që babai ka qenë i dhunshëm. Po si një njeri me toksicitet derisa të dëmtohet mendërisht, fizikisht, moralisht, dhe të kuptoj që nuk është i duhuri, kjo është shumë makabritet. Para ndaloj para se ta ndërsa për Kristin pastaj është narcist, si do e shikoj? Shkon si narcist, si njeri që dashuron shumë veten e tij edhe zor se dashuroj narcistët për shembull. Shiko, unë jam edhe vet pak kështu që më pëlqen vetja.
Më mirë, të pëlqej vetë s'është gjë e keqe. Se nëse ti se do veten tënde të shpreh, do duan të tjerët pastaj, por narcis tamam, ndoshta ka dhe përqindje narcizmi. Po, përqindje mund ta lejmë te 60%, po. Për mendimin tim. Boll është. Mjaftosh. Kristi është, me thënë drejtën, nuk është se para pëlqeja kur u fut në fillim. Por që ka treguar shumë maturi, është mirë, domethënë kështu, edhe lojën po e bën deri tani është shumë mirë, edhe mos them që është një nga më të preferuarit, se me thënë atë që është, se po bën një lojë shumë të mirë. Edhe kushdo që ka ardhur, domethënë që është vënë kundra tij, po shikojmë që po del jashtë, më kupton? Po i nxjerr avash avash. Ndoshta si thosh është ai, është si hije mbrapa çdo skene që ka ndodhur. Është indikator shumë i mirë. Po për kunata çfarë mendimi ke? Që janë gjendur në atë lloj habitati aty? Nuk e di pse më duket shumë pa lidhje. Çfarë bën aty? Se marrësh. Mirë Selini që bën ai gjë, po. Selini po, pra Greta nuk e di. Çfarë bën? Se kuptoj pse duhet të fuste aty. Ndoshta po Lorna si doli ashtu një herë? Lorna. Po mund dilte për shkakun ke. Lorna, me thonë edhe për Lorna shoqëri që doli, se nuk s'po durosh ato. Shumë vetë, jo, lojtare. Ç'a loje? Po ti ishte lojtare, do ishte akoma këtu. Do ishte akoma në Big Brother. Po që normalisht është e talentuar, ka gjithë ato cilësitë. Po, është talentuar, vërtet është, po. Problemi është kur ti fillon, se un kam qenë aty, kam qenë këtu, okay, po kujt i plasi, më kupton se normalisht kanë ardhur gjithë kemi ardhur aty për një arsye, më kupton? Po. Çfarë do të thonë kjo? Ke qenë se kush ka qenë jashtë, tregove në tënde këtu. Një debat edhe një minutazh goxha të konsideruar shumë pramin e dieshëm ka marrë edhe Rogerti, po pra Arbëri ka qenë. Po jo, pati me Malin, po, sepse i tha që domethënë preku tek familja, ti nuk ke gjak shqiptari. Po, shumë edhe ai e ka treguar histori me babin, domethënë me babain e tij. Po edhe se nuk e ka takuar, edhe kështu. Okej, dakor, ajo është zgjidhja e tij, por personale pra nuk i takon. Prandaj thash edhe unë që Rogerti është the new case, më kupton? Po i ze vendin na vasha po. Edhe po besoj se do thot një diçka që nuk shkon edhe se do bëhet shumë i lodhshëm, më kupton? Ai shumë mirë që është energjik edhe që bën këto debate të eksagjeruar, po shumë eksagjeron shumë. Edhe bravo, një bravo e madhe për Malin që u tregu shumë i durueshëm, shumë i matur. Nuk e di, për mua Mali është një lojtar shumë i mirë, shumë i fortë. Pra, juve po vlerësoni tani lojtarët që marrin shumë shpulla, marrin shumë shigjeta, edhe rin kështu? Jo rin ashtu, ai nuk ndojnë ti ashtu. Ai tregoi atë forcën e tij, karakterin e tij, e vendosi në vende, ju hakrye patjetër, por me shumë respekt apo për veten e tij. Po, patjetër, edhe nëse unë mendoj që Mali ashtu energjik si është, duke parë edhe me mirën me ato skemat, mund ka bërë shumë për qeshur, po edhe është shumë i mirë në atë që bën, kupton? Nuk mund ta shash. Po nuk mund ta shash. Edhe besoj që do t'ja marrë hakun. Mos të them që ka për ta nxjerrë Mali atë Rogertin. Sepse nuk besoj se dalim me kaq ata. Edhe pse ishte tip pak kështu domethënë që krijon ato dinamikat, atë gjak nxehtësinë, më duket jo i zgjuar si tip. Me një IQ pak kufizuar, sepse s'mund të kundërshtosh gjithë. Që opinionistët e gjithë me nuk mund të kesh gjithë. Nuk ka gjatë mendoj, unë intuita ime këtë thot. Po ti mendon se mund të ketë rifutje sërish të Kesi? Se çfarë do të ato dy çupa brenda aty? Ina dhe Selja, çfarë do bëjnë bashkë ata? Apo do i nxjerrin dhe këto, ha? Si se di përderisa ai doli me zarf të zi. Jo, ai nuk futet më, jo. Nuk mendoj. Nuk kuptoj nuk mendoj se do ketë kuptim të futet më. Po besoj se mbas Kesit avash edhe Ina do bëj gati valixhen. Do dalë Ina. Ai nuk futet sepse është patent, edhe në patent ai që del me zarf të zi nuk futet më, se s'ka kuptim. Nëse tash çfarë ndodh, po që e di çfarë. Po, por sipas rregullores nuk besoj se futet. Po Ina si e shikon Inën? Të vërtetë. Me këto kapet aty, sa s'ka asnjë aty, ka gjithkundërshtar. Për shembull Megi Pojani në një deklaratë që dha tek Shqipëria Live tha që Ina nuk ka dashuri tha për Kesin. E përdor si një strategji. Normalisht. Po normalisht, më vjen keq. Kështu e shikon veti. Po shumë edhe nuk po Kesi po e tham narcist. Narcist forever. Një gjë edhe bëri shumë gabim për mendimin tim sepse unë ashtu si e shikoj nga jashtë ndoshta nuk e njoh atë vajzë. Është sëmundje, është diagnozë. Është problematikë e madhe. Është një diagnozë. Nuk është një gjë Njëra ata që bëri shumë gabim. Ai nëse do bënte lojën me Stelinën, duke futur Rinat, i thoshte për shembull për çka ka ardhi tu ashtu që se unë me ty si jam kërkund, kupton? Do dilte 100 herë më mirë se sa të vazhdonte bashkoshte me Inën kundra Stelinës. Ndoshta është mërzit me Stelinën ka ato vetat, kupton, po për lojë do ishte 100 herë më mirë. Mund ta linte bllov se ç'a do fundit jo vajzë.
ti shkon mas këtyre për të përfituar për vete, normalisht, sepse ajo ka qenë një konkurrente, Xhiliola, ajo ka ardhur dhe 2 herë tjera është refuzuar nga përputhen më përpara. Është futur mbas nesh, po. Pse sekretari? Po, Ina, po. Po, është refuzuar 2 herë më përpara, nuk e di, ka qenë atëre ka pas orca në përputhen. Ina është një vajzë që ka dashur televizionin prej kohës. E ka dashur, pra, e ka kërkuar. Ka marrë pjesë në Top Talent, që ka marrë pjesë dhe ka qenë aty. Ato aftësi për të moderuar e ka shumë të mirë ajo. E ka po. Jo, asaj bravo sepse ajo është e kërkuese për veten saj dhe bravo i qoftë. Nuk është gjë e keqe, të kërkosh famën, s'është gjë e keqe. Po. Po e për mënyra se kërkon pastaj le vëmë për diskutim. Mënyra se si e kërkon edhe ashtu kur e kërkon me aq shumë gurmë edhe kur ti po shikoj që ty nuk po ta japin se ti ndoshta nuk ke çaj ofron. Mos e kërko me kaq ngul. Pastaj gjithsesi bravo i qoftë sepse ka vënë atë targetin e saj dhe do ta kapi se s'bën edhe kjo tregon që është një njerëz që është një shembull i mirë për audiencën dhe të rinj të cilët i ndjekin, sepse patjetër që media frymëzon edhe ata personazhe të cilët dalin atje japin një lloj kontributi. Dhe kur shikojnë tani një vajzë e cila do të bëhet e famshme në këtë rrugë, këtu cedon apo jo? E vërtet është. Edhe kështu Ina domethënë këtë ka dashur, domethënë gjithmonë të ka parë atë ka parë këtë çiftin si ta them si trampolin, po, për tu hedhur edhe të kapi atë që do. Po. Si pesh për t'i peskuar, po. Edhe në hyrje nëse. Po Brikenën dhe Mateon është duke ndodhur. Ajo pastaj është një gjë që mua më pëlqen shumë. Mateo është konkurrenti im i preferuar për momentin. Brikena nuk e di pse është kaq shumë e stepër, nuk e di mund të ndodhë diçka jashtë ose shumë. Lart e poshtë Brikena është në një raport dashurie me dikë që me dikë tjetër. A e di Mateo këtë gjë? Se di. Pikërisht pra. Ai përderisa nuk e di, normalisht do vazhdoj ato të vetat që do ta ngacmoj, do ta shoh, po edhe Brikena shumë e stepër, por nuk është ajo Brikena që kemi parë në Nuk është ajo Brikena që kemi parë kur shkoi për Miss, ka qenë shumë energjike, shumë doli që ato meme me Brikenën. Edhe un prisa thash, thash do bëj njësoj thashë ka bërë, po jo, shumë e matur, shumë e ndoshta mbesoj se i thotë edhe këto gjërat që do t'i thot për publikun, ndoshta, po i bën për publikun. Apo do ta ndërpresë edhe këtë lojë, se Brikena nëse nuk çfarë lojë, nuk është se duke bërë një lojë të vetëm dhe po e mban veten e vet brenda shtëpisë vetëm me lojën që ajo po fillon. Ajo nëse do ketë diçka aty në një arsye për të kapur në një deg për të varur, mund të jetë Mateo. Dhe mund ta mbash si strategji, nuk më pëlqen, do stepem një herë, stepem 2 herë, ikëm pranë vetaj 3 muaj është prik. E ruan shumë imazhin, Brikena le ta themi që e ruan shumë atë imazhin e saj. Mateo besoj do mërzitet edhe do ta lesi muhabet edhe Brikena do dali dhe Brikena. Do dali se nuk ka çfarë ofron më shumë. Dua të pyes nëse ka ndonjë mesazh të vetin ose atë do e pyesja edhe unë. Për një mesazh për ta mbyllur, një mesazh që e ke kështu si një rol model që ti gjithmonë e ndjek në jetën tënde. Ose jo, ti inspiron të frymëzon. Po ti ndoshta ke një mendim. Çfarë do doje të komunikoja? Unë realisht nga përputhen nuk është se mora, krijova një lidhje, por nuk është se mora diçka tjetër mbrapsht. Më kupton, përveç se ça bëra për ndonjë përfitim monetar. Jo, përveç asaj normalisht, po nuk është se mora çka kam bërë vetë, domethënë që jam përpjekur jo me video ndryshme, jo. Kupton? Mora 2-3 njohuri, domethënë që eksperiencë, po që edhe kjo është ajo që gjithmonë faqen mbaj një faqe. Po tani po, e besoj që do rikthehem, do rikthehem e do majsa patjetër që po. Të pëlqen bota e televizionit? Më pëlqen po. Edhe ti jesh edhe të mos jesh, domethënë do ti kesh të ta mbash një raport, një raport mesatar, jo të hapur me median. Nuk është se jam shumë fans i kësaj, domethënë që të marr vëmendjen. E marr kur mundem patjetër, e kam besoj atë dhunti. Por jo që do bëhet çdo gjë për televizionin, domethënë që do fokusohesh totalisht. Nuk është se shikon profesionin e jetës. Tani televizioni nuk është ardhmja, është podcasti dhe rrjetet sociale dhe Netflixi, kështu që duhet punuar, duhet vënë trurin punë, duhet nxitur kreativiteti shumë. Online le të themi po është shumë televizioni, unë sërish vazhdoj të them që televizioni është i pavdekshëm. Është klasiku, është tradicional, është i pavdekshëm, por sërish media online le të themi që po zë një hapësirë të konsiderueshme dhe po i merr goxha vëmendje. Gjithsesi ne televizionin e duam fort. E kemi profesion, s'kemi ç'bëjmë. Mirë Franci, unë të falenderoj shumë, edhe ishe shumë i sinqert, realisht edhe nuk e di ju personazhe që dilni nga reality show jeni shumë real. Më shijon kur bëj intervista me ju. Ju falenderoj për ftesën, kam kaluar shumë mirë, shpresoj që të vi përsëri. Me kënaqësi. Edhe po. Edhe mos e bëni fytyrën thati. Mos e bëni fytyrën
Sholl Kpuce, po marrni faqe. Bravo, një mesazh shumë i bukur, kuptim plot dhe domethënë se do të kemi mundësinë që kështu të mbyllim edhe këtë puntat miq, nga unë Angeli Dikolli, mirupafshim dhe Gjiliola Lamaj, sigurisht. Patjetër. Ne do ta mbyllim këtë podcast për ditën e sotme. Mbani frymën deri në momentin që do vi i radhës, i ftuari i radhës. Edhe deri atëherë ne do t'ju lëmë në shoqërinë. Deri atëherë thirrjen time të përhershme. Instagrami im Angeli Dikolli, Gjiliola Lamaj, Gjiliola Lamaj. Edhe Franci thua Instagramit tënd se na duket. Franc.9a. Gjithmonë dhe të ftuari do i kemi këtu dhe. Po, emrin e vërtetë e ke Francesco Kollari. E kuptoj. Super, na ndiqni mi sepse aty do keni mundësinë ta auditojeni edhe informacione të tjera dhe deri atëherë mirupafshim. Pafshim.